Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, atë e falenderojmë vetëm prej Tij falje, mëshirë, udhëzim dhe çdo begati tjetër në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër vetëm Allahut të madhruar ja kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të dashur të zemrave tona, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun xhallahu ala vëllezër me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na jep dije të dobishme. Elusim Allahun xhallahu ala që këto mezhlise Allahu t'i bëjë mezhlise të bereqetshme. Elus Allahun subhanahu wa taala që këtë nismë për cilën gjithë ju jeni informuar në shpjegimin e librit Riyadus Salihin, Allahu ta bëjë një nismë të bereqetshëm dhe kjo të jetë argument për ne në ditën kur dalim para Allahut dhe jo kundër nesh. Elus Allahun xhallahu ala që këto takime të cilët i realizojmë së bashku të vendosen peshorën e veprave të mira në ditën kur do të dalim para Allahut xhallahu ala dhe të jetë njëra prej formave më të mira e cila realisht dëshmon praktik për dashurinë tonë që e kemi për Allahun, për fenë e Allahut dhe për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ashtu sikurse të gjithë vëllezër jeni informuar, nga sonte me lejen e Allahut xhallahu ala do të fillojmë me një cikël të ri të ligjëratave, me një seri të re të ligjëratave. Ajo është se do të mundohemi që të shpjegojmë një libër tejet dobishëm, një krye vepër të një imami të madh, sikurse që është Imam Neveviu rahimahullah, Allahu e mëshiroft. Libri mbar titullin Riyadus Salihin. Fjala Riyadus Salihin do të thotë kopshtet e njerëzve të drejtë, kopshtet e njerëzve të mirë. Lutë Allahun xhallahu ala që këto tubime të jenë kopshtet të tilla, e Allahu neve të na bëjnë nga të sinqertët, të cilët përfitojnë nga ajo që do të shpjegohet me lejen e Allahut çdo të shtunë pas namazit yasis. Duke qenë se është takimi i parë i këtij mezhlisi, i kësaj nisme, normalisht është etike, është e nevojshme që fillimisht ne të njihemi me autorin e këtij libri dhe pak a shumë të njihemi me përmbledhjen e librit të cilin do të shpjegohet me lejen e Allahut xhallahu ala. Elus Allahun subhanahu wa taala që Allahu na jep sinqeritet në fjalët tona dhe në veprat tona, dhe elus Allahun xhallahu ala me lutjen duke thënë Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. O Allah, na mëso atë që është e dobishme për ne, dhe o Allah, na bëj të dobishme atë që na e ke mësuar, wa zidna ilman ya karim, dhe na shto dijen o Zoti ynë bujar. Vëllezër, ky libër të cilën do ta shpjegojmë me lejen e Allahut xhallahu ala është një përmbledhje e mrekullueshme e haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hadithe këto të zgjedhura me një kujdes jashtëzakonisht veçantë nga dietari i njohur Imam Neveviu rahimahullah. Mirë po, si thash më herët, para se të hyjmë në përmbajtjen dhe shpjegimin e këtij libri, është me vend dhe është e nevojshme që ne pak a shumë të njihemi me jetën e Imam Neveviut, me personalitetin dhe me veprën e këtij dietari të madh që e shkroi këtë libër me sinqeritet për vetë faktin se ky libër ka gjetë një pranueshmëri tek një pjesë e madhe e muslimanëve me cilët furnizohet sot bota islame sa i përket kësaj diturie, sa i përket kësaj trashëgimie që e la Imam Neveviu. Kush është Imam Neveviu rahimahullah? Emri i tij i plot është Ebu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i, dietar i shquar i shekullit të 7 Hijri, i cili ishte simbol i dijes, por edhe sot e kësaj dite Allahu xhallahu ala ka vendosur një pranueshmëri për këtë dietar që njihet anë kënd botës islame. Ky dietar vëllezër lindi në muajin Muharram të vitit 631 Hijri. Lindi në një fshat të quajtur Newa. Për këtë arsye dhe mbart emrin an-Nawawi. Dhe kjo nuk është diçka e rrallë, për shkak se shpesh herë e gjejmë tek dietarët islam që mbartin tek emrat e tyre prej ardhjen nga vendi ku ata vijnë. Dhe ne kemi shembullin e dietarit ton, Sheikh Albani rahimahullah, i cili njihet për shkak të vendit ose
kombit ose nacionalitetit nga vjen Sheikh Albani, Allahu e mëshiroft. Andaj, ky lindi pranë një qytetit Hauran në Siri, pranë në jug të Siris, ku nga ky vend trashëgoi edhe mbi emrin e Newawi, që e njohin sot shumica e botës islame. Imam Newawiu u rit në një familje të thjesht, modeste, dhe shfaqi shenja të hershme të përkushtimit të tij për diturinë dhe për librin e Allahut, pra për memorizimin e Kur'anit. E potencojmë këtë gjë, vëllezër, se lindi në një familje të thjesht, nga se ne sot në këtë zaman, në këtë kohë, shpesh herë sukseset tona të mëdhaja, arritjet tona të mëdhaja i përkufizojmë ndoshta nganjëherë me gjëra materiale, ose duke qenë pjesëtar të ndonjë familjes elitare. Andaj ne shohim se në historinë e shumë prej ulemave nuk është kjo gjë. Ata lindin në familje të thjeshta, megjithatë mundi i tyre, niyeti i tyre i pastër, sakrifica e tyre, angazhimi i tyre bën që Allahu xhallahu ala tyre t'ju jep pozitë në mesin e njerëzve. Bën që Allahu xhallahu ala të vendos pranojshmëri, domethënë, në mesin e njerëzve. I tillë ishte edhe Imam Newawiu. Pavarësisht faktit se lindi në një familje të thjeshtë, kjo gjë nuk e pengoi që ai të përkushtohen kërkimin e dijes, memorizimin e librit Allahu xhallahu ala, dhe më pas të bëhet një dietar i cili do t'i shërbej dinit Allahu xhallahu ala me dijen e tij dhe me librat e tij. Sa i përket fëmirisë së tij, fëmiria është etapa ku ai do të tregojë seriozitet për kërkimin e dijes. Saqë na është transmetuar, vëllezër, se nuk i bëhej mirë kur Imam Newawiu dilte që të loste me shokët e tij, për shkak të dashurisë së madhe që e kishte për librin e Allahut. Dhe kjo në kohën tonë, kur e themi këtë gjë, është diçka e çuditshme. Madje është transmetuar, kush lexon për historinë e Imam Newawiut, kur ka qenë në voglinë e tij ose në vegjëlinë e tij, do të shohë se shpeshherë ka ndodhur kur është detyruar që të los me shokët e tij, ka filluar të qaj për shkak se ka dashur që të qëndrojë me librin e Allahut. Ajo që sot ndodh e kundërta, në moment kur ne duam që fëmijët tanë t'i mishërojmë me librin e Allahut, t'i mishërojmë me diturinë, t'i mishërojmë t'i bëjmë fëmijë të cilët duhet ta duan dijen, ta kërkojnë dijen, ndodh e kundërta, fillojnë të qajnë për shkak të dashurisë së madhe dhe dëshirës së madhe që e kanë për të zbavitur me lojra të ndryshme. Andaj një dietar i quajtur Sheikh Yasin Az-Zarkashi, i cili jetonte në kohën kur ishte fëmijë Imam Newawiu, kur e pa këtë sjellje të tij, sa ai është i lidhur ngushtë me librin e Allahut, ka seriozitet në kërkimin e diturisë, e këshilloi ose e sugjeroi të atin e Imam Newawiut që ai të kujdesej me një kujdes të veçantë ndaj këtij djaloshi. Për shkak se e pa që te ky djalosh, te ky fëmijë ka disa veçori që duhet shfrytëzohen. Dhe vëllezër, kujtdo që Allahu xhallahu ala ja mundson prej prindërve që ai ta kuptoj aftësinë e fëmijës së tij që në vogli, kjo është sukses prej sukseseve të Allahu xhallahu ala. Andaj dhe prindi duhet të angazhohet, duhet të mundohet që të kuptoj se për çfarë drejtimi është i duhur fëmia e tij që në vegjëli. Mirë, po ajo që ndodh sot fatkeqësisht është se ne nuk ju kushtojmë rëndësi sa duhet, nuk kemi kujdes të veçantë, pikërisht ndoshta në momentin ku ne duhet ta gjejmë dhe t'ia tregojmë hartën fëmijës tonë se çfarë rrugë duhet të ndjek ai në jetën e tij. Në moshën 18 vjeçare, vëllezër, në vitin 649 Hijri, Imam Newawiu udhtoi për në Damask. Dhe Damaskun, sikurse që e dimë të gjithë ne, ishte qendër e dijes dhe e kulturës islame. Aty jetoi në medresen e Ruahije, pranë xhamisë e Mevite, e cila është edhe sot e kësaj dite. Aty do të merr dije nga shumë dietar të mëdhej, edhe pse asnjëri nga dietarët dhe mësuesit e Imam Newawiut sot flas, domethënë në këtë kohë nuk është më i njohur për sa i përket emrit dhe punës dhe veprimtarisë se sa nxënësi i tyre, se sa në këtë rast Imam Newawiu, dhe padyshim e gjitha kjo është për shkak të bereqetit që ja kishte dhënë Allahu xhallahu ala. Babai i tij e kishte vendosur në dyqanin e tij që e kishte që ai të merrej me shitblerje, duke dashur që ai të angazhohej me atë që do t'i sillte një jetë më të mirë. Megjithatë, vëllezër, serioziteti i tij, ambicet e tija, niyeti i tij i pastër bëri që ai përsëri, domethënë, të mos shkëputej nga rrugtimi për kërkimin e dijes. Për këtë arsye, dietari i cili e pat
hasur dhe pa të vërejtur Imam Neveviun që ka disa veçori, duke qenë si fëmijë që ishte Yasin ibn Yusuf az-Zarkashi, i tha babait të Imam Neveviut, tha nga ky djalë pritet që të bëhet dietar i madh i kohës dhe të jetë prej njerëzve të devotshëm. Nga se kishte pa disa veçori, disa cilësi që nuk i kishte hasur tek fëmijët e tjerë. Dhe kjo mënyrë e edukimit dhe rritjes që pati Imam Neveviu, padyshim se është një nga shkaqet pas ndihmës së Allahu xhallahu ala që ai të arri dhe të pajiset me shumë dije, saqë çdo kush që lexon për jetën e këtij dietari mbetet i habitur nga veprimtaria që ka pasur në jetën e tij. Andaj ai do të ndrojë jetë në moshë të re, mirë po la një trashëgimi të madhe të dijes dhe librave të dobishëm, të cilët kanë fituar një pranim të madh sot në ummetin islam. Ai filloi vëllezër të shkruante libra kur ishte rreth 30 vjeç dhe kur vdiq në moshën 45 vjeç. Do me thonë bëhet fjalë vetëm 15 vite angazhim në shkrimin e librave. Pra në 15 vite Imam Neveviu arriti të shkruaj libra që ndoshta sot studentët e doktoraturës dhe masterit nuk arrin që ta përfundojnë një tezë të tyre ose një temë të doktoraturës ose masterit për një periudhë 5 vjeçare. E ky dietar për 15 vite arriti që t'i lej ummetit islam këtë trashëgimi të madhe të dijes në krye me krye veprën të cilën ne vetëm se kemi filluar nga sonte me lejen e Allahu xhallahu ala që ta shpjegojmë e që është libri Riyadus Salihin. Andaj nga kjo që e përmenda vëllezër, shfrytëzoj rastin që drejtohem prindërve, në veçanti me këtë mesazh që të kenë kujdes për edukimin e fëmijëve të tyre. Mos ta humbasin mundësinë për t'i dhënë drejtimin më të mirë që në fëmijëri. Fatkeqësisht, si thash më herët, shumica e prindërve sot janë përqendruar ose janë fokusuar vetëm në arsimimin formal tek fëmijët e tyre, me qëllim që fëmija në të ardhmen të ketë një punë të mirë dhe kjo t'i asigurojë atij një mirëqenie dhe të ketë një jetë pakës më luksoze. Kujdesin shumë që fëmija e tyre të hajë mirë, të ushqehet mirë, të ketë kushte sa më të mira. E harrojmë shpesh prej neve se gjitha kjo gjë o vëllezër ndodh që të sjell plogështi tek ata për gjumje dhe mungesë të ambicjeve, gjë që nuk e kishte Imam Neveviu. Andaj kur ne sot pyesim nxënësit se nga sa orë lexojnë në ditën e tyre, fatkeqësisht do të gjejmë nga ata të cilët nuk janë më të zellshëm dhe nuk kanë ambicie për lexim ndoshta asnjë orë. Mirë po edhe ata të cilët pretendojnë se lexojnë 2 orë, ju duket diçka se kanë ndarë shumë nga koha e tyre për t'i kushtuar dijes. Mirë po nëse një fëmijë qëndron gjithë ditën përpara lojrave duke u zbavitur, nuk ka se si të presim nga ai fëmijë që të bëhet dikush ose të bëhet dietar që gjithë ne duam që fëmijët e thanë të jenë të zgjuar dhe të jenë të ditur në jetën e tyre. Disa cilësi të veçanta të këtij dietari vëllezër është se Imam Neveviu ishte një shembull i gjallë i dietarit që jo vetëm mësonte në teori, mirë po e jetonte dijen e tij në jetën praktike. Dhe shpesh herë subhanallahu, nëse lexojmë për historinë e dietarëve të mëdhej, do të shohim se ajo që i ka bërë të mëdhej dhe që i ka bërë të veçantë nuk ka qenë vetëm dija e tyre, po ka qenë fakti se ata e kanë mishëruar dijen në jetën e tyre praktike. Nuk ka qenë çështja e dijes fetare vetëm teori tek dietarët e mëdhej. Ata fillimisht i kanë dhënë përparësi veprave dhe punës. Andaj për këtë arsye shpesh herë gjejmë se predikuesit më të mirë në fenë e Allahu xhallahu ala janë ata të cilët fillimisht predikojnë me punët dhe veprat e tyre para se të predikojnë me fjalët e tyre. Dhe për shkak të kësaj Allahu xhallahu ala ka zbrit bereqet në dijen e tyre. Sot ne jo se kemi mungesë të informacioneve, jo se kemi mungesë të librave, jo se kemi mungesë të mjeteve për të pajisur me dituri, por është mungesa e niyetit, është mungesa e sinqeritetit, është mungesa e veprave dhe e punëve që ne duhet t'i kemi në jetën praktike që na ka humbur bereqeti në jetën tonë të përditshme. Gjithashtu njihej edhe për asketizëm, nuk ishte njeri i cili e joshte çështja materiale. Nga se nuk ka mundësi vëllezër që dikush të joshet nga materializmi e të jetë i sinqert në kërkimin e dijes për hir të Allahut xhallahu ala. Ata kanë dije, kënaqësi dhe lezetlëk kur e kanë mësuar librin e Allahut xhallahu ala.
kanë ndjerë kënaqësi kur kanë kërkuar dituri, dhe jo sikurse që ndodh sot tek një pjesë e madhe e shoqërisë tonë, i gjen se i ka kapluar plogështia, dembelia, nuk e kanë me dëshirë kërkimin e diturisë. Allahu xhallahu ala i kishte dhënë urtësi dhe sinqeritet dhe kjo vërehet në librat e tij, gjithashtu njihej edhe për kurajen që kishte për ta thënë të vërtetën, madje edhe përpara njerëzve që sundonin në kohën e Imam Neveviut. Dua të përmendi disa nga librat dhe trashëgimia e këtij dietari. Imam Neveviu shkroi 10 libra, por më të njohurat që dihen dhe më të dobishmet për umetin janë kryevepra Riyadus Salihin, libri që do ta shpjegojmë së bashku me lejen e Allahu xhallahu ala, një përmbledhje e haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky libër i cili ngërthen këto hadithe edukat, virtyt, moral, devotshmëri dhe sjellje të pastër islame që i nevojitet çdo besimtari ta shoqërojë gjatë gjithë jetës në rrugtimin e tij për tek Allahu xhallahu ala. Prej librave të tjera është El Adhkar, pra përmbledhje e lutjeve dhe të përmendjeve të Allahut të përditshme islame. Gjithashtu prej librave të njohur është El Arbaun an-Nawawiyya, do të thonë 40 hadithet e Imam Neveviut, një koleksion thelbësor i haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përveç këtyre librave vëllezër, Imam Neveviu gjithashtu njihet se ka shkruar edhe disa vepra të tjera të mëdha, sikurse që është Sharhu i Sahihit Muslimit, komentimi më i njohur i koleksionit të hadithit të Imam Muslimit, gjithashtu Minhajut Talibin dhe Rawdatut Talibin, edhe shumë libra të tjerë, të cilat libra janë me peshë, do të thonë në botën islame. Thuhet vëllezër se nëse llogarisim gjitha faqet që i ka shkruar gjatë jetës, dalin nga ajo që thuan dietarët, dalin se rreth 40 faqe në ditë i bie të ketë shkruar gjatë jetës së tij. Nëse llogarisim gjitha faqet që i ka shkruar Imam Neveviu në këto vepra që i përmendëm dhe në veprat të cilat nuk i kemi përmend, i bie që gjatë ditës së tij, do të thonë ti ketë shkruar 40 faqe në ditë dhe këtu do të thonë del në pah ajo që e tham në fillim, dashuria e tij e madhe dhe ambicet që kishte për shërbimin e dijes. Imam Neveviu ndroi jetë në vitin 676 Hijri në moshën 45 vjeçare. Imagjinoni vëllezër, 45 vjeç, mirë po lë pas vetes së tij një bagazh me vepra që i shërbejnë dinit Allahu xhallahu ala. Dikush jeton 90 vjet, dikush jeton 60 vjet, ende ka problem me surën El-Fatiha. Dikush jeton 70 vjet, një jetë të tërë, të bollshme, e që është mesatarja e këtij ummeti dhe nuk arrin që të bëjë diçka më të vogël për hir të Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është bereqeti që Allahu i pat dhënë në kohën e tij, për shkak të sinqeritetit dhe niyetit. Andaj lut Allahu xhallahu ala vëllezër që Allahu t'i pastrojë niyetet tona edhe për ardhjet në tonë këto mezhlise. Nëse ne duam që dalim me ndonjë dobi nga shpjegimi i librit që do t'i bëhet, vallahi nuk ka gjë më të rëndësishme, më parsore që ne duhet t'i kushtojmë rëndësi se sa përmirësimi i niyetit tonë. Për çka jemi tubuar ne? Për çka mblidhemi në këto mezhlise? Nëse nuk është niyeti i pastër që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, ta mësojmë fen tonë, se si ta adhurojmë Allahun xhallahu ala në formën më të mirë, si të afrohemi tek Allahu xhallahu ala, të njihemi me udhëzimet më të mira të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, vallahi çdo nijet tjetër nuk do të na sjell bereqet në jetën tonë. Do të kalojmë ndoshta shpjegimi i gjithë librit dhe në fund nuk do të dalim me asnjë dobi, por unë lut Allahun xhallahu ala që Allahu të na bëjë të sinqert në prezencën tonë këto mezhlise që të përfitojmë nga shpjegimi i këtij libri. E sa i përket përshkrimit të librit Riyadus Salihin, kopshtet e njerëzve të drejtë dhe njerëzve të mirë, vëllezër, dietarët islam kur kanë shkruar libra në lëmin e hadithit, qëllimet dhe metodat e dietarëve në përmbledhjen e haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të ndryshme. Nuk po them niyetet, po metodat cilat ata kanë përdorur në shkrimin e përmbledhjeve të haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pasur metoda me qëllime të ndryshme. Për shembull, disa kanë mbledhur hadithet sipas transmetuesve, sikurse që janë librat e musnedve, ndërsa disa të tjerë prej dietarëve
i kanë vendosur sipas kapitujve të dijes, sikurse që ka vepruar, do me thonë, Imam Buhariu, Imam Muslimi, Imam Tirmidhiu, Ebu Davudi, Nesaiu, e kështu me radhë, pra duke i ndarë në kapitulli i besimit, i pastërtisë, namazit, zeqati, haxhi, xhihadi e kështu me radhë. Të tjerët, pra ka pas prej dietarëve, kur kanë bërë përmbledhjet e haditheve, pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam janë përqendruar ose janë fokusuar vetëm në hadithet të cilët kanë të bëjnë me dispozitat fetare. Pra përmbledhje e cila kanë ngërthyer në vetvete vetëm dispozitat fetare. Sikurse që është Ahkam, si Ibn Qudame në El Mughni, apo Ibn Hajeri që ka shuar librin Bulughul Maram. Libra të cilët ngërthejnë hadithet e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, po kryesisht këto hadithe në vetvete përmbajnë dispozita të fesë Allahu xhallahu ala. Ndërsa ajo që e bën të veçantë këtë libër, pra Riyadus Salihinin, nga Imam Nevaviu Allahu mëshiroft, është se ai kishte një metodë me një qëllim tjetër. Ai deshti të hartonte një libër që përmban urdhra fetar që i drejtohet njeriut, si për namazin, agjerimin, pra kushtet e fesë, ndalesat që lidhen me moralin e keq, sikurse që është mendjemadhësia, përgojimi, lakmia e kështu me radhë, dhe gjërat e papëlqyera të preferuarat dhe ato të cilët konsiderohen si virtyte. Andaj do të shohim se fokusi kryesor dhe përqendrimi i Imam Nevaviut në librin e tij Riyadus Salihin është pikërisht se si të mbjell një moral që i përket një besimtari dhe një muslimani që ai ta ketë në jetën e përditshme. Do të shohim se si hadithet të cilët i ka përmbledhur në Riyadus Salihin janë hadithe që edukojnë zemrën e një muslimani. Janë hadithe që ja mundsojnë ose ja lehtësojnë besimtarit që ai të ketë një formim të shëndosh për një muslimani dhe në këtë formë të adhuroj Allahun xhallahu ala. Pra ky libër Riyadus Salihin nuk është as libër i dispozitave juridike, edhe pse në hadithe ka dispozita të cilët do të përmenden me lejen e Allahu xhallahu ala, dhe as nuk është një përmbledhje akademike sipas kapitujve shkencor, por është një libër edukues dhe shpirtëror për të gjithë kategoritë e njerëzve. Dhe kjo është veçantia ose veçoria e këtij libri. Pra ky libër i përfshin të gjithë kategoritë e njerëzve, qofshin njerëz të thjesht apo student të dijes. Dhe padyshim se kjo është ajo që na nevojitet ne, duke pas parasysh ose duke pas konsiderat audiencën tonë dhe prezencën e njerëzve që ne zakonisht i kemi në këto mezhlise. Qëllimi i autorit nga libri, cili është qëllimi i autorit në këtë libër, po jo vetëm i Imam Nevaviut, po edhe në shumë librave tjerë që dietarët zakonisht i shkruajnë, është interesante vëllezër se në hyrje të librit, Imam Nevaviu e shpjegon vetë qëllimin e këtij libri. Thot Allahu i lartësuar e ka filluar me ajetin kuranor, ku thot Allahu xhallahu ala se nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, vetëm se që të më adhurojnë mua. Andaj ky ajet tregon qartë se qëllimi i krijimit të njeriu është adhurimi që duhet t'ia bëj Allahu xhallahu ala. Sikurse Imam Nevaviu dëshiron që të na bëjmë me dije, me këtë ajet të vendosur në hyrjen e librit të tij, se i gjithë qëllimi i këtyre haditheve, të cilët i kam përmbledh, është që ty o njeri të përqendrojnë dhe të bëjnë sa më të formuar në adhurimin tënd ndaj Allahu xhallahu ala. Andaj ky është qëllimi, se si ne të jemi adhurues të denj ndaj Allahu xhallahu ala, si ta adhurojmë ne Allahun në formën më të mirë, si ta adhurojmë Allahun xhallahu ala me obligimet të cilët i ka caktuar Allahu xhallahu ala, si ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me ibadetet e zemrës, që janë jashtëzakonisht nevojshme e që shpesh do të rastisim në hadithet të cilët i ka përmendur Imam Nevaviu pikrisht në librin Riyadus Salihin. Cili është mesazhi edukues i librit? Imami Allahu mëshiroft dëshiron vëllezër që përmes këtij libri, siç thash më herët, të edukoj shpirtin dhe të ngrej lexuesin në shkallë të lartë të përkushtimit ndaj Allahu xhallahu ala. Dëshiron pra që të na ndihmojë që nëpërmjet këtyre haditheve që ne të jetojmë dhe të mishërohemi me udhëzimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të ngritemi në shkallë të lartë në përkushtimin tonë ndaj ibadetit që ja bëjmë Allahu xhallahu ala. Dhe qëllimi kryesor i tij është pastrimi i shpirtit, përmirësimi i karakterit, diçka jashtëzakonisht e nevojshme për besimtarin e ditëve të sotshme, nxitja për punë të mira,
pra inkurajimi që muslimant të angazhohen me punë të mira, largimin nga veset dhe mëkatet. Diçka jashtëzakonisht e nevojshme për çdo njërin prej nesh vëllezër, sidomos në një zaman ku mëkatet po përhapen me lehtësi të madhe, në një zaman ku njeriu pa e hetuar fare ndodh që të përvetsoj ose të ngjitet në ndonjë ves me cilin ves nuk është i kënaqur Allahu xhallahu ala. Andaj vin këto hadithet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, vjen ky libër me shpjegimin e tij që neve vëllezër të na pastrojnë nga veset e liga, nga cilësitë me cilat cilësi nuk është i kënaqur Allahu xhallahu ala. Dhe prej qëllimeve që kanë këto hadithe të përmbledhura në këtë libër është udhëzimi drejt moralit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Shkruan Imam Neveviu sa i përket metodës së përpilimit të këtij libri. Thot kështu, po e citoj thënien e tij. Thot e pashtë arsyeshme të përmbledh një libër të shkurtër me hadithe të sakta që shërbejnë si rrugë për në botën tjetër dhe që mbledhin ose ngërthejnë vetvete rregullat dhe parimet e edukatës, brenda dhe jashtë, një përmbledhje që përfshin nxitjen dhe frigën, edukimin e shpirtit, pastrimin e zemrës, kontrollin e gjymtyrëve dhe gjitha aspektet që i përkasin atyre që kërkojnë afrimin tek Zoti. Atyre për kë bëhet fjalë? Pra gjitha aspektet që i përkasin robërve të Allahut, të cilët për një moment e kanë udhëtimin e tyre për tek Allahu xhallahu ala. Andaj ai ka vendosur këtë libër që zakonisht në përgjithësi të përfshi vetëm hadithe autentike, të sakta, të marra domethënë nga librat e njohur të hadithit dhe të pranuar, i ka paraprir me një parathënie çdo kapitulli me ajete nga libri i Allahut. Nëse ka ndonjë fjalë të vështirë tek ky libër, ai e shpjegon apo e sqaron vetë shkurtimisht. Në fund të disa haditheve ai e shënon se nga ku është burimi i hadithit, sikurse që e përmend shpesh muttefaqun alej, që hadithi gjendet edhe në Buhari edhe në Muslim. Pra libri Riyadus Salihin është një prej librave më të dobishëm që është përpiluar vëllezër ndonjëherë për edukimin shpirtëror dhe moral. Është një libër praktik për çdo musliman, i thjesht për të kuptuar dhe i mbushur me ajete dhe hadithe që në qoftë se zemrat tona janë sinqerta, nuk ka se si që të mos ndikojnë këto hadithe dhe këto ajete që i ka përmendur në librin e tij në zemrat tona. Ky libër vëllezër ju shërben fillestarëve, ashtu sikur se thash edhe më herët, po ky libër ju shërben edhe dietarëve. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka bërë këtë libër të përhapur dhe të dashur në zemrat e muslimanëve në çdo kohë dhe në çdo vend. Cila është vlera dhe rëndësia e librit Riyadus Salihin tek dietarët? Libri Riyadus Salihin është një nga veprat më madhështore të trashëgimisë islame. Andaj ne po bisedojmë dhe po flasim për një nismë të një shpjegimi të një libri që realisht konsiderohet si një nga veprat më madhështore të trashëgimisë islame. Andaj dietarët islam, ata të cilët realisht e njohin esencën e dijes fetare, e kanë lavdruar shumë dhe kanë këshilluar dhe kanë sugjeruar për studim të këtij libri dhe e kanë përhapur madje në vende të ndryshme, derisa dobitë e këtij libri janë gjithë përfshirëse në çdo kohë dhe në çdo vend. Thonë dietarët islam se kjo famë dhe kjo dobi e gjerë kthehet te disa arsye të këtij libri. Mirë, po më të rëndësishmet janë dy. Pra ky libër është shumë i rëndësishëm për disa arsye, por dietarët islami kanë përmendur dy arsye të cilat shpeshherë jo vetëm tek libri Riyadus Salihin, por edhe tek libra tjerë të cilët kanë kabul, kanë pranueshmëri në mesin e muslimanëve, domosdoshmërisht që të jenë prezent këto dy arsye. E para vëllezër është sinqeriteti i autorit. Pra sinqeriteti dhe niyeti i pastër që po e theksoj për të tretën herë ndoshta që kishte Imam Neveviu. Andaj dietarët islam kanë theksuar se një nga arsyet kryesore se pse ky libër është i bereqetshëm dhe është i dobishëm është pikrisht nga sinqeriteti që kishte Imam Neveviu në qëllimin e tij. Dhe nga frytet e këtij sinqeriteti është se Allahu xhallahu ala e bëri të bereqetshëm këtë vepër, pra librin Riyadus Salihin, dhe e bëri të dobishëm për miliona njerëz. Për këtë arsye Ibn Abbasi radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: njeriu shpërblehet sipas niyetit të tij.
në qoftë se ka qenë niyeti i tij i pastër që ti shërbej dinit Allahut dhe t'ju shërbej muslimanëve me këtë përmbledhje të haditheve të pejgamberit Allahu xhallahu ala, pikërisht të shohim se Allahu te bareku ve taala ja ka dhënë këtë bereqet dhe ja ka dhënë këtë pranueshmërinë mesin e njerëzve. Andaj tek niyeti do të shohim vëllezër se shumë prej dietarëve e kanë pas konsiderat dhe e kanë ditur se nëse kanë pas nijet të pastër Allahu xhallahu ala, veprat e tyre do t'i bëj të përhershme në jetën e kësaj dhunjaje. Kur Imam Maliku, imami i Medinës, Allahu e mëshiroft, e shkroi një libër, cili është libri i Imam Malikut i njohur? El Muwatta. Kur e shkroi Muwattën, erdhën disa njerëz dhe i thanë Imam Malikut: "O Imam, a e di se sa njerëz të tjerë ka që kanë shkruar diçka të ngjashme si Muwatta?" Sikur kanë dashur me i thonë, mos u lodh, mos jep shumë zor për shkak se ka shumë njerëz të tjerë të cilët po bëjnë të njëjtën gjë ose kanë bërë të njëjtën gjë që ke bërë ti. Mirë, po ai u përgjigj me shprehjen: "Ajo që është për hir të Allahut, ajo do të mbetet. Të gjithë ne garojmë, të gjithë ne punojmë, po ajo që është për Allah, ajo do të ngelet." Andaj këtë fjali dhe këtë shprehje vëllezër e ka thënë edhe Hafidh Ibn Hajeri, Allahu i mëshiroft, kur filloi që të shkruaj shpjegimin e Sahihut të Buhariut në librin e tij të famshëm. Cili është libri i Ibn Hajerit? Fethul Bari, Allahu shpërblet. Edhe pse Ibn Hajeri ishte prej dietarëve të mëvonshëm dhe para tij kishte pas shumë dietarë të tjerë të cilët kishin marrë përsipër shpjegimin e Sahihut të Buhariut. Mirë po, kur është pyetur, kur i është thënë njëjtë Ibn Hajerit se sa njerëz para teje kanë marrë përsipër shpjegimin e librit të Imam Buhariut, çfarë tha? Ajo që është për Allahun, tha, ajo do të ngelet. Andaj ne sot gjejmë se njëri prej librave i cili ka zënë pranueshmëri dhe ka qenë i bereqetshëm si vepër në shpjegimin e librit Sahih Buharit, është libri pikërisht i Ibn Hajar Asqalanit, Allahu i mëshiroft. Andaj mbeti Fethul Bari i Hafidh Ibn Hajarit një nga shpjegimet më të rëndësishme, më të dobishme dhe më të njohura në mesin e gjitha shpjegimeve të librave të hadithit, e në veçanti të Sahihut të Buhariut. Për këtë arsye vëllezër, kur i kanë thonë gjithashtu Imam Shaukanit, Allahu i mëshiroft, pse nuk e shpjegon ti Sahihun e Buhariut? Çfarë ka thonë? Ka thonë nuk ka më hijret pas shlirimit. Çka nën kupton kjo? Nuk ka hijret më pas shlirimit, do të thotë se nuk ka nevojë më për një tjetër shpjegim pas Fethul Barit. E ka kryer këtë punë më Ibn Hajeri, Allahu i shpërbleft për kontributin dhe angazhimin e tyre për të shërbyer dinit Allahu xhallahu ala. Kjo ishte arsyeja e parë për shkak të niyetit dhe sinqeritetit që kish pas Imam Neveviu. Arsyeja e dytë vëllezër është nevoja e madhe e ummetit për një libër i cili ka përmbledhje të haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, por që janë të përqendruara mbi moralin, sjelljen dhe këshillat fetare. Andaj ummeti kishte nevojë për një libër që të përmbledhte mësime mbi moralin, edukatën, inkurajimin për vepra të mira dhe paralajmërimin nga mëkatet, dhe Riyadus Salihin, librin të cilin do ta shpjegojmë ne me lejen e Allahut, i përmban të gjitha këto. Andaj tema të tilla i pëlqen edhe natyra njerëzore për shkak se pranohen me kënaqësi nga njerëzit. Gjithsecili prej nesh kemi tmeta, gjithsecili prej nesh kemi mangësi dhe lut Allahun xhallahu ala që nëpërmjet shpjegimit të këtij libri të marrim udhëzimet e duhura dhe mësimet e duhura nga ky libër dhe të përmirësojmë veten tonë, të përmirësojmë zemrën tonë dhe kur dalim para Allahut xhallahu ala dalim me një qalb selim, me një zemër të shëndosh, një zemër të mbushur me tauhid, një zemër e mbushur me moral, me dashuri për besimtarët, me dashuri për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe vet autori Imam Neveviu ka thënë, shpresoj që ky libër kur të përfundoj të jetë një udhërofyes për çdo që kujdeset për të, duke e çuar drejt mirësive dhe duke e penguar ose duke e larguar nga gjunahet dhe shkatrimet. Dietarët cilët e kanë lavdruar Riyadus Salihinin kanë sjell thënien ose lëvdatën që ja ka bërë Imam Dhahabiu, i cili ka jetuar në vitin 748 hijretit, duke thënë: kërkojmë nga Allahu dituri të dobishme. Këto janë fjalët e Imam Dhahabiut. A e dini se çfarë është dituria e dobishme? Thot dituria e dobishme ajo që është përmend në librin e Allahut dhe atë që e ka sqaruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me fjalë dhe vepra, dhe që nuk ka domethënë
dituri më të dobishme se sa ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nga se ka thonë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kush largohet nga suneti im nuk është prej meje. Vazhdoni Imam Dhehebiu dhe sugjeron dhe këshillon. Prandaj thot, o vllau im, mediton në librin e Allahut. Lexo shpesh dy sahihët, Buhariun dhe Muslimin, Sunenin e Nesaiut, dhe ka përmendur librin Riyadus Salihin. Do me thonë, me tekst veçant, Imam Dhehebiu përmend librin e Allahut, përmend hadithet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që gjenden në Buhari dhe në Muslim, dhe pas kësaj thot dhe lexo, do me thonë, librin Riyadus Salihin dhe librin El Adhkar, që e përmendën prej veprave të Imam Neveviut, thot kështu do të shpotosh dhe do të kesh sukses. Elusë Allahun xhallahu ala vëllezër që Allahut na mundsoj që të përfitojmë dhe të marrim nga frytet e këtij libri. Nga se dhe vetë libri mbart emrin kopshtet e njerëzve të mirë. Elusë Allahun xhallahu ala që këto dije, këto udhëzime të cilën gjenden këto libra vërtet të jenë një kopsht e ne t'i vjelin frutat e këtij kopshti. Duke u përgatitur për të bërë këtë hyrje në lidhje me autorin dhe shpjegimin e librit, se çfarë mbërthen ose çfarë përmban ky libër, gjeta një koment vëllezër, një dietari i cili tregonte nevojën për shpjegimin e këtij libri. Dhe ai thotë kështu: realiteti i kohës sonë është se jetojmë në një epokë të përzier me padrejtësi dhe shkatrime, të zhytur në teprime, zbukurime dhe lukse boshe. Njerëzit thot janë bërë të pushtuar nga dashuria për dynjan dhe kënaqësitë e saj. Janë grumbulluar njerëzit pas pasurisë, janë kthyer nga halali tek harami, si të ishin e njëjta gjë. Pra njerëzit halalin dhe haramin më kanë filluar që t'i konsiderojnë sikur janë gjëra të përbashkëta dhe është e njëjta gjë. Thot është përhapur lakmia në mesin e njerëzve. Është shtuar uria për përfitime në mënyrë jo të ligjshme dhe është forcuar në zemra dëshira për dynjan. Shpirtrat në këtë kohë, thot mundësia është shumë e madhe që të sundohen nga epshet. Urdhëruesja për punë të mira dhe ndaluesja nga punët e këqija, vetëm se është zbehur në ummetin islam. Dhe është dobësuar shumë ndjenja e brendshme që i pengon njerëzit nga të bërit mëkat Allahu xhallahu ala. Njerëzit thot në përgjithësi janë në nevojë të madhe për kujtesë dhe për këshilla që u azgjojnë zemrat. Andaj thot ky dietar. Prandaj thot ky libër Riyadus Salihin ka një rëndësi të madhe në këtë kohë, sepse ai e ndihmon njeriu dhe besimtarin në frenimin e shpirtit nga dëshirat e tij, nga epshet e tij, e ndalon njeriu nga zgjatja në pasione dhe i hap veshët e zemrës për dëgjuar tekstet, pra ajetet e librit Allahut dhe hadithet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që nxisin në asketizëm. Pra që realisht e vetëdjesojnë njeriu për ta kuptuar realitetin e kësaj dynjaje. Thot ky libër është i nevojshëm sepse e udhëzon besimtarin që të ndjek rrugën e brezit të parë të artë të këtij ummeti, sahabëve, shokëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Elus Allahun xhallahu ala që Allahut na mundsoj të përfitojmë nga shpjegimi i këtij libri, Allahu t'i bëjë të bereqetshme dhe të dobishme ligjëratat tona. Juve vëllezër, Allahu ju shpërblet për sabrin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu nderoft.